Çfarë do të thotë shifra e fundit e vitit të lindjes suaj? Do të mbeteni të tronditur. Përshëndetje miq, sot do të flasim për një aspekt interesant që lidhet me mençurinë e lashën budiste, shifra e fundit e vitit të lindjes suaj. Sipas kësaj pikpamjeje, numrat nuk janë thjesht shifra matematikore, ata mbartin një vibracion energjetik, një lloj vulë karmike që na shoqëron që nga momenti kur kemi ardhur në këtë jetë. Në budizëm, gjithçka është e ndërlidhur, ashtu si 10.000 gjërat, 10.000 fenomenet, lindin nga shkaku dhe kushti, edhe numri i fundit i vitit të lindjes shihet si një shenjë që tregon tendencat tona natyrore, sfidat kryesore, dhuratat shpirtërore dhe mësimet që na vijnë për të përpunuar në këtë jetë. Ky numër nuk është fatalitet, ai është si një harë. Duke e kuptuar, ne mund të punojmë me vetdije për të transformuar dobësitë në forcë, për të balancuar energjitë dhe për të ecur më afër çlirimit nga vuajtja. Tani le të shohim çdo numër nga 0 deri në 9 me shpjegime të thella, shembuj dhe lidhje me praktikat budiste. 0. Zbrazëtia dhe potenciali i pafund. Zeroja në budizëm lidhet mbush me konceptin e shunyata, zbrazëtia. Jo zbrazëtia si mungesë, por si mungesë e ekzistencës së pavarur të gjërave. Zeroja përfaqëson potencialin e pastër, fillimin dhe fundin e çdo cikli. Njerëzit me 0 në fund të vitit të lindjes shpesh kanë një intuit të fortë krijuese. Ata mund të gjejnë zgjidhje krejt të reja aty ku të tjerët ngatërohen. Por sfida e tyre është ciklet e përsëritura, ndihen bllokuar në punë, marrëdhënie ose zakone, sikur samsara i tërheq prapa vazhdimisht. Shembull, një person me 0 mund të jetë artist që krijon gjëra të mrekullueshme, por braktis projektet para se t'i mbarojë, sepse ndjen një boshllëk të brendshëm. Praktikë budiste, meditimi i zbrazëtisë ose mantra për të kuptuar se boshllëku është burim i çdo potenciali. Përsëriteni çdo ditë, unë jam i hapur ndaj mundësive të reja pa u ngjitur në cikle të vjetra. 1. Leadershipi dhe individualiteti. Një përfaqëson nismën, vullnetin dhe forcën individuale, si një qiri që ndizet i pari në errësirë. Në budizëm, kjo lidhet me bodhicitta e fortë personale, dëshirën për të ecur në shteg. Këta njerëz janë pionierë. Fillojnë biznese, udhëheqin grupe, marrin vendime të guximshme. Por sfida është egoja, mund të bëhen shumë të fiksuar pas unës dhe të harrojnë bashkëpunimin dhe dëmshurinë ndaj të tjerëve. Shembull, një udhëheqës që arrin sukses të madh, por humbet miq sepse gjithmonë do të ketë të drejtë. Praktik, dashuri miqësore drejt vetvetes dhe të tjerëve. Çdo mëngjes thuaj, qofsha unë i lumtur, qofshin të tjerët të lumtur. Kjo balancon forcën e njëshit me dëmshurinë. 2. Harmonia dhe dualiteti. 2 është yin dhe yang, dualiteti që gjendet kudo në natyrë. Në budizëm kjo lidhet me të kuptuarit e varësisë reciproke, asgjë nuk ekziston e vetme. Njerëzit me 2 janë paqëbërës të lindur, ndërmjetësojnë grindje, krijojnë harmoni në familje ose ekip. Por shpesh sakrifikojnë veten për të shmangur konfliktin duke grumbulluar zemërim të fshehur. Shembull, një nën ose partner që gjithmonë thot po për të ruajtur paqen, por brenda vuan. Praktik, vipassana për të vëzhguar emocionet pa u identifikuar me to. Mantra, unë respektoj veten po aq sa respektoj të tjerët. 3. Kreativiteti dhe gëzimi. 3 lidhet me trupin, mendjen dhe shpirtin që bashkohen. Është numri i optimizmit dhe shprehjes. Këta individ janë shumë social, argëtues, plot ide. Por energjia u shpërndahet lehtë, sot një pasion, nesër tjetri. Shembull, një person që ka 10 hobi, por asnjëri nuk arrin thellësi. Praktik, meditim fokusi për të mbajtur mendjen në një pikë. Mantra, unë kanalizoj kreativitetin tim me qëllim dhe disiplinë. 4. Stabiliteti dhe struktura. 4 përfaqëson 4 elementet, 4 të vërtetat fisnike, baza e gjithçkaje të qëndrueshme. Njerëzit me 4 janë të besueshëm, punëtor, praktik. Ndërtojnë shtëpi, plane afatgjata.
por mund të bëhen të ngurtë, rezistojnë ndryshimit dhe ndihen të kërcënuar nga paparashikueshmëria. Shembull, një menaxher që organizon gjithçka perfekt, por panikohet kur plani ndryshon. Praktik, meditimi i impermanencës. Vëzhgoni se si gjithçka ndryshon. Kjo zbut ngurtësinë. 5. Liria dhe ndryshimi. 5 simbolizon aventurën, lëvizjen. 5 shisat lidhet me dëshirën për eksperienca të reja. Këta njerëz urrejnë rutinën, kërkojnë udhëtime, ndryshime pune, por e kanë të vështirë të angazhohen thellë, frikë nga kufizimi. Shembull, një nomad digital që ndryshon qytete çdo 6 muaj, por ndihet i vetmuar. Praktik, balanco lirinë me angazhimin. Praktikoni falje, kanti, ndaj vetvetes kur ndiheni të bllokuar. 6. Dëmshuria dhe shërbimi. 6 është numri i dashurisë universale, kujdesi. Lidhet me bodhisattvan që shtyn zgjimin për të ndihmuar të tjerët. Këta janë kujdestar natyral, mjek, mësues, prindër të devotshëm, por harrojnë veten, digjen nga brenda. Shembull, një infermiere që ndihmon të gjithë, por nuk ha mirë ose fle pak. Praktik, vetë dhe mshuri. Mantra e famshme, unë tërheq prosperitet dhe mençuri për veten dhe për të tjerët. 7. Spiritualiteti dhe introspeksioni. 7 është numri i kërkimit të brendshëm, si 7 ditët e javës ose 7 hapat e Budës pas lindjes. Këta njerëz janë filozof, studiues, meditues, por mund të izolohen, të humbasin kontaktin me botën reale. Shembull, një person që lexon libra shpirtëror ditë e natë, por ka pak miq. Praktik, ecje mendjeplot për të sjellë introspeksionin në jetën e përditshme. 8. Fuqia, bollku dhe arritjet. 8 është pafundësia e shtrirë, bollku material dhe shpirtëror. Këta janë ambicioz, vizionar, të aftë për organizim të madh. Por rreziku është t'i japin përparësi suksesit material mbi shpirtin. Shembull, një biznesmen i suksesshëm që ka gjithçka, por ndihet bosh. Praktik, bujari, jepni kohë, para ose njohuri për të balancuar fuqinë me dëmshurinë. 9. Përfundimi dhe dëmshuria universale. 9 është numri i përfundimit të ciklit, si 9 muaj shtatzënie ose 9 nivelet e vetdijes në disa tradita. Këta duan të ndihmojnë botën, janë idealist, humanitar, por mbi ngarkohen nga vuajtja e të tjerëve. Shembull, një aktivist që lufton për kauza, por digjet emocionalisht. Praktik, merrni vuajtjen e të tjerëve dhe jepni drigë. Kjo transformon barën në dëmshuri aktive. Përfundim. Çfarëdo që të jetë shifra juaj, mbani mend, budizmi na mëson se asgjë nuk është fikse. Ky numër është vetëm një tendencë, jo destini. Duke kombinuar vetdijen, mençurinë dhe dëmshurinë, ne mund të harmonizojmë energjinë tonë. Provoni këtë mantra çdo ditë për 108 herë, numër i shenjtë në budizëm. Unë tërheq prosperitet, mençuri dhe paqe për veten dhe për të gjithë qenjet. Faleminderit që ishit këtu. Nëse ju pëlqeu, lëreni një like, abonohuni dhe ndani shifrën tuaj në koment, do të lexoj me kënaqësi. Përshëndetje për të gjithë ju.